Laçi fitoi me rezultatin e pastër 2-0 me Pogradecin, fal dy goleve të realizuar nga Elton Doku në minutën e 42 dhe Vilfor Hysa në minutën e 53. Të dënuar për të mos luajtur në shtëpinë e tyre, Kurbinasit kanë ngritur kalan në Krujë, të cilën deri tani se ka marrë dot njeri. Për djemtë e përparim dhe jut, kjo ishte fitoria e dytë të rresht, duke u ngjitur në kuotën e 27 pikëve në mesin. Dy gola nga mbrojtësi senegalez, Papa Diop në minutat 9 dhe 39 dhe 1-3 nga sulmuesi Elion Mustafaj në minutën e 31 i mjaftuan Shkumbinit për të mposhtur 3-1 Kamzën, që u kundër përgjigj me golin e Ertan Karapicit. Formacioni De Vekis kishte 6 mungesë lojtarësh titullar. 29 pikë grumbullojnë Peqinasit të qetë në vendin e 7. Teuta thyen Dinamo në Qemal Stafa me rezultatin e ngushtë 1-0 dhe fundos më shumë blut kryeqytetas dritë kategorisë së parë. Fa një goli me kokë të mbrojtësit Akil Jakupi, Dursakët marrin një 3 pikësh me shumë vlera, që i bëjnë të ruajnë ritmin e tyre dhe të pretendojnë me të vërtet për titull. Historia edhe një herë përsëritet për Dinamon, ku janë pra protagonist arbitrat, ku në minutat shtesë të takimit nuk akordojnë një penallti për blut kryeqytetas. Në minutë e parë të takimit më së shumti, lufta bëhet në gjysmëfush, ku kundërshtarët studiojnë njëri tjetrin, ku duhej pritur vetëm minuta e 37 të takimit për të parë dhe rastin e parë të rrezikshëm. Me sfushuar Dursak Tahiri lëviz bukur duke shmangur një mbrojtës të Dinamos dhe lëshon një gjojtje të kalibruar mirë, por për fat të keq të me sfushuar Dursak, topi ndalon në shtyllën e majtë të portës Dinamovide dhe rezultati mbetet akoma në shifrat e bardhë 0-0. Miqt marrin zemër dhe vetëm 4 minuta më vonë, në të 41-ën, fa një gabimi në ndalje të gardianit të portës Dinamovide, përpaksa nuk kalon avantazh, ku portieri i bluve John Lika rregullon gjithçka duke pritur bukurin gjojtjet të Nikës dhe ruan kështu portën të paprekur. Por kur të gjithë mendonin se pjesa e parë do të mbyllën rezultatin e bardhë 0-0, Jakupi me një gjojtje me kokë në minutën e 45 të takimit kalon Teutën në avantazh dhe i bën gjërat më të lehta për Hasan Likën. Pjesa dytë fillon me blu të hedhur të gjithë në sulm, duke parë se nuk kanë çfarë të humbin, por gjenë rezistencën e fortë të gardianit të portës Dursaki Rizvani, i cili me një refleks prej maceje shpëton portën nga një gol i sigurt dhe mban rezultatin e shifrat 1-0 për Teutën. Minuta në vijim flasin për një Teutë që administron rezultatin dhe një Dinamo kufuze në pasime që nuk ka forcat e dura për të përballuar ekipit Dursak. Por dhe në rastin kur kryeqytetasit e bëjnë gjë të tillë, janë albitat që i mbysën më shumë duke mos akorduar një penallti në minutën e fundit të takimit, mbasi ndërhyrje të dyshim të mbrojtësve Dursak në zonën e reptësisë. Me këtë fitore Teuta ngjitet në kuotën e 46 pikëve dhe pretendon fort për fitimin e titullit kampion, ndërsa Dinamo me këtë humbje mbetet në kuotën e 10 pikëve në vend të fundit, duke humbur shpresat për një qëndrim të mundur mes ekipeve më të mirë shqiptar. Ndërhyrje nga lojtarët e Teutës, por gjyqtari ka Një goli mes fushorit Ilirian Çaushaj 8 minuta përpara përfundimit të kohës së rregullt i siguroi një fitore 2-1 të Omorit ndaj Kastriotit në javën e 21 të kategorisë superiore. Chetkovic shënoi për Kastriotin në minutën e 10 duke mbyllur në avantazh pjesën e parë për krutanët. Endri Bakiu në minutën e 68 me golin e tij të 12 sezonal dhe Ilirian Çaushaj në minutën e 82 i garantuan fitoren e 7 sezonale Beratas vetë Ernest Gjokës tani në kuotën e 23 pikëve. Tifozëria Beratas e ka qenë si gjithmonë lojtari 12 për të Omorin, duke mbushur shkallët e stadiumit. Me humbjen e 2 të rresht dhe me fitoren e flamurtarit në Fier Kastrioti, tani duket se ka humbur betejën edhe për vendin e 4. Flamurtari zhyt gjithnjë më shumë Apoloninë të ftohtin e rënës një kategori më poshtë, duke mposhtur në Loni Papuqiu me rezultatin 1-3. Duke nisur nga e shtuna e 14 prillit, Apolonia është zyrtarisht kandidati kryesor së bashku me Dinamo për të thënë lajm të mirë superiores. Fierakët zbresën rrezikshëm në minutat e para si për të konfirmuar se dëshirojnë maksimumin në këtë sfidë, në një kohë kur pikët janë me pikatore. Kapiteni Gërxho projekton një kundërshtim të rrezikshëm me Kolicin, i cili në 2 kohë reagon sakt, në bashkëpunim me Franz Veliun. Një aksion për të vënë duart në kokë për trajnerin Papuqiu, i cili sheqet dhe fatin e kanë kundër. Vendaset insistojnë dhe vendosën në vështirësi vlonjatët, duke përfituar nga një përgjumje djeme të Muçës. Rama shfaqti pa mbuluar në zonën e reptësisë dhe me të majtë në vend në prof refleksit të Kolicit, i cili dhe pse me një hapësirë të vogël shikimi, zjatet duke mbajtur flamurtarin në lojë. Të kesh në dispozicion një lojtar ekspert si Pero Peç, do thotë, kesh diçka më shumë se kundërshtari. Lojtar individual të cilët në çdo moment mund të zgjidhin fatin një sfide. Këtë gjë sulmuesi kroat e bën në minutën e 19, teksa merr një pas të gjatë nga Veliu. Shpang bukur mbulimin e mbrojtjes dhe dhuron një asis perfekt Gerard Prognit, të cilit mbet vetëm të shtyhet top në rrjetet të festojë. 0-1 dhe për verdhje shihet Fierak. Ky gol vjen në momentin e tyre më të mirë, duke bërë dhe më të vështirë pjesën e mbetur të sfidës.
Në kampionat e Superligës vetëm një sezon më parë, sa i zbris në kundër sulmjan të frikshëm, duke lidhur sakt me njëri tjetrin. Me Linin i cili gjuan fuqishëm, por gjen vetëm rrit në jashtme të portirit Xhixho. Me gjatë me sfëshori kuqizimeve korrigjon shënjestën e tij, duke vënë në jetë një gol me të vërtetë të bukur. Shtatë shkurt i lëshon një goditje potente nga distanca, që prehet të vetëm në rrjet, duke dhënë në këtë mënyrë trajnerit Muça qetësinë e dur për të administruar transfertën fjerake. Në një kohë ku gjithçka duke e zymë për të zohet të shtëpisë, Abdevale shënon një gol shumë të bukur, duke rikthyer Apollonin në lojë. Me një lëvizje të bukur në zonë dhe me një të djathtë të saktë, zhvlerëson hedhjen e Koliqit. 2-1 dhe pjesa e dytë është e gjitha për tu parë. Në një kohë kur Riksi nuk i shërben asnjë skuadre. Pas në pjesë të dytë ku Kuqizin të hasën një pak vështirësi në menaxhimin e avantazhit. Duhet të vinte minuta 88 që Vlonjat të hipotekonin 3 pikët. Abraham lëshon një goditje potente nga distanca, që ia kthehet në një asist në këmbët e Gentian Muçës, që realizon golin e parë me flamurtarin. Duke rikthyer në këtë mënyrë buzëqeshën shkëlqi Muçës, i cili sheh që lëvizja e tij rezultoi efikase. Një 3 pikë që mban gjallë shpresat e Vlonjave për një vend në Kupat e Europës. Dhe vjen realizimi Laveralla, çon skuadrën. Byllisi i prish debutimin e Ermir Grimës pasi imposhtë në dush Muçën e baltosur 1-0 Vllaznin. Goli 3 pikësh për vendasit është shënuar në minutën e 13 nga Izuçuku. Kampionët në fuqi vërtetojnë se janë të tillë, teksa fitojnë një sfidë të dëmë për titullin kampion. Skënderbeu Tirana përfundoi 2-0, një fitore pasë në shifra, një fitore pasë në fush, një fitore e cila konfirmon se korçarët e meritojnë statusin e kryesuesit të Superligës. Në një atmosferë elektrizuese me një tifozëri mbreslënse, dhe në kushte ideale për të zhvilluar një ndeshje perfekte, super sfida e javës së 21 të dhuroi gjithçka. Të ftuar VIP, lojë taktike, gola të bukur dhe një lojë të luftuar për çdo top. Në fund fitore e shkoi skuadrës më të mirë, skuadre që u trugua më saktë në momentet që u krijuan. Skënderbeu nisi vrrullshëm sfidën më të rëndësishme me një aksion drejtërues, ku Lika me fat e sheh që topi gjen duart e tij. Një fillim sfide që shfaqet me një herë nxehtë, si për të vërtetuar tension e madh, teksa Sina dhe Xhafa e shkëmben kontaktet e para. Bardeblut në momentin e parë që zbres në portën e shejt, kërcën në rrezikshëm, duke vënë në vështirësi gardianin e korçarëve. Ginmalika me topin në këmbë është përshtyellues, por në zonën rrethësisë gjendet një mbrojtës si Pisha, i cili gjuan lehtë duke shpërdoruar një mundësi të ardhmë. Rekordinët e futbollit shqiptar tregojnë të gjithë potencialin e tyre, teksa Julian Amate me një selur të vërtetë trondit shtyllën pinguret të shehit, i cili mbeti pa lëvizur me mendimin e vetëm që i shkon ndërmend. Fati qënka me korçarët. Kampionët në fuqi nisin pjesën e dytë me marshin e 5, ku me sa duket trajneri Levi ka bërë lavazh trurit në dhomat e zhveshjes. Pasi me njëherë paraqitën rrezikshëm në portën e Likës. Sebino Plaku kërkon golin e ishit me një goditje nga distanca, një djathtë që i shkon shumë pranë shtyllës pingule. 3 tenorët e Skënderbeut, 3 ishët e Tiranës projektojnë gol në avantazhit, duke bërë që stadiumi të shpërthejë në fest. Sebino Plaku mban topin sakt, duke shërbyer për Muzakën, që nuk mendohet dy herë duke i dhuruar Xhafait mundësinë për të dërguar top në rrjet. Vlonjati bën detyrën e tij, shënon dhe dërgon tribunën VIP në delir. Pasi rëndësia e këtij goli është e dukshme. Sebino Plaku tregon një formë të jashtëzakonshme dhe kërkon me insistim lavdim personale. I sulmuesi i Tiranës luan mirë në zonë, por e majta numrit 9 gjen Likën në pozicion, i cili grushton në goditje këndi. Nuk ishte thënë që Plaku të shënonte në këto minuta, por vlerat e tij në këtë sfidë janë të paçmueshme. Edhe një herë Sebino tregohet e perfekt në pasën e tij, këtë herë duke shërbyer për Iglan Muçën, i cili vetëm në zonën e rrethësisë ndërshkon sërish portierin Lika, duke vendosur shifrat në 2-0. Një gol më arom derbi për Al Muçën dhe një gol që vërteton se kampionët kanë ndërmend të mbesin të tillë. Sokol Cikaleshi kishte mundësinë më të mirë për të rihapur sfidën, teksa Bali e krijon mundësinë për të shtruar këmbën. Por djatha sulmuesit Kavajas nuk kishte koliduar sakt. Bardeblut nuk kanë ndërmend të dorëzohen dhe nuk mund ta bëjnë diçka të tillë. Për sa kohë në futboll gjithçka është e mundur. Në apel për të vënë në provë reflekset e shejt është Florent Aziri, që me një të majt potente nga distanca vënë në lëvizje gardian e Bardekuqve. Nuk ishte thënë që Bardeblut të shnonin qoftë dhe një gol në portën e shejt, teksa dhe fatin e kanë kundërt. I sapo edhe në fushë të lojës se Bicaj nuk arrin të koordinohet me vijën fundore, duke dhënë mundësinë Likës të rikthejë një jetë një top, të cilin Bale shpërdoron duke goditur shtyllën pingule. Një aksion i cili nuk ka fund pasi Aziri gjuan fuqishëm, me shenjë që në pozicion grushton në goditje këndi. Edhe pse në një shit të rëmbyrë në shkallët e stadiumit ka kohë vetëm për festën e huqërve të Doborës, të cilët vërtetuan se janë një skuadër potente e dëm për qenë sërish kampione. Fiton Skënderbeu, fiton dhe futbolli shqiptar një reklam gratis, që knaq dhe trajnerin e përfaqësuesve Xhani Debiazi. Për rekordmenët të futbollit nuk ka kohë për dëshpërim, pasi 4 pikë janë mos të rikuperueshme. Në një kohë kur Superliga ende nuk ka thënë fjalën e fundit.